Vetëm pak ditë pasi u zyrtarizua largimi i Aida Hajnajt nga kreu i Byros Kombëtare të Hetimit, ka nisur puna për godinën e re të FBI-s shqiptare. Rasti i zonjës Hajnaj shkaktoi debat shumë të madh pasi ligji i jep asaj të drejtën për të mbajtur edhe një mandat të dytë, por kjo nuk pranoi nga Dumani dhe besnikët e tij. Pas shumë përplasjesh dhe mosmarrveshjesh, SPAK hapi garën për një drejtues të ri dhe kjo do të thotë se në korrik Hajnaj do të largohet. Koincidencë ose jo, pas largimit të saj SPAK ka nisur punën për një godinë moderne për BKH-n. Është folur prej shumë muajsh për këtë godinë, por vetëm tani kanë nisur punimet. Tek dera e SPAK është publikuar projekti për ndërtimin e një ure lidhëse mes godinës së BKH dhe SPAK. Do të jetë në formën e një tuneli mbitoksor, në mënyrë që agentët apo prokurorët të lëvizin kollaj nga njëra godinë në tjetrën. Tuneli kalon mbi rrugën Jordan Misja. Godina e re është përballë godinës ku është tani SPAK, dhe për ndërtimin e urës dhe godinës do të shpenzohen 430 milion lek. Vet Altin Dumani, kur raportoi në KLP pak kohë më parë, foli mbi godinën në fjalë dhe akuzat se aktualisht marrja në pyetje bëhet pa regjistrime audio e video. Kushtet nuk i kemi pasur të mira për të ushtruar funksionet hetuese të BKH. Janë 4-5 hetues në një zyrë, çka vështirëson qoftë edhe marrje në pyetje të një dëshmitari. Tashmë godina e re është marrë dhe shpresoj që brenda këtij viti të bëhet funksionale. Hetuesit do të jenë në kushte më komode për të ushtruar funksionet e tyre. Në godinën e re janë parashikuar dhoma të veçanta për pyetje dëshmitarësh, duke u regjistruar me audio dhe video. Gjithashtu për të hetuarit dhe të pandehurit ka dhoma të veçanta për pyetje, sepse të gjitha këto na ndihmojnë, u shpreh Dumani. BKH u cilësua në fillimet e saj si FBI-a shqiptare, por më vonë pati përplasje mes drejtueses dhe prokurorëve të SPAK. Këta të fundit kanë dashur të trajtojnë BKH-n si policitë gjyqësore të tyren, ndërkohë që BKH është një organ autonom, pasi ka drejtuesin e saj. Në shumë raste madje ka pasur edhe përplasje për dosjet hetimore. Vetë pamfleti ka raportuar se si prokurorët kanë refuzuar hetimet e agjentëve, duke vepruar sipas interesave. Një shembull i tillë është rasti i Fatmir Bektashit, dhe kjo është arsyeja që Dumani dhe të tjerët deshën të largojnë Hajnajn, për të vënë aty një besnik të tyre dhe të trajtojnë BKH-n si një organ të SPAK.